شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد إلى فلندروا رشد الله إلى الصور أيتي لمريتان صلوات السلامة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ألو صلى الله إلى الصور ما أمر تتيت بكر ضبت سيتتيت لعطا Shira rahmeti dhe falja Allahut le të jetë mbini dhe mbi të gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtarë, hutbën e sodit po e quajmë, po e titullojmë. Adresa e hutbës sodit është dy dëftesa për pafajësi. Dy dokumente për pafajësi. Të dokumente që kanë bajnë vazhdim me lejen e Allahut Azza wa Jall, do ta shtjellojmë, do të dalim me një hadith që është shumë me rëndësi, që flasin për dy dokumente që besimtari robi Allahut arrin t'i gëzoj dhe t'i ketë në vete këto dy dokumente, nëse ai e bën një veprim dhe një punë më vonë ta shohmi cila është ajo. Këto dy dokumente apo dy dëftesa nuk kanë të bëjnë me dokumentet njerëzve. Ky dokument nuk ka të bëjë me tatisarit ati tjetrit, por është një tjetër dokument. Është një tjetër dëftesë, është një tjetër mirënjohje, është një tjetër diplom që lëshohet dhe çdo njeri prej robëve të Allahut Azza wa Jall ka mundësi me eksu nëse e kryen atë veprim. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu Azza wa Jall bën rahmet shumë të madh në robërit e vet. Rahmeti Allahut Azza wa Jall është gjaq i madh, sa që çdo gjë që e bën robi Allahut, çdo veprim që e bën, çdo fjalë që e thot, çdo gjë që ka të bëjë me njeriu, lidhet dhe pështillet, mbulohet me rahmetin e Allahut. Elus Allahun Azza wa Jall që rahmeti i tij le të jetë deri në atë ditë kur koma e robit të Allahut shkel në xhennetin e Allahut. Allahu na i boftë mundë. Nderuar vëllezër besimtar, një dua prej duave të Kur'anit. Ta kemi parasysh gjithë ne, duke i lutur Allahut Azza wa Jall, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O Zoti jonë, mos na i devijo zemrat tona pasi që ato i udhëzove. Wa hab lana min ladunka rahma, dhe jepna mëshirë rahmet prej teje, se mëshira dhe rahmeti vjen vetëm se prej Allahut Azza wa Jall. Keni pa njerëzit? Njeriu ka nevojë për me mëshiru një njeri për diçka, për një nevojë, për në raste tjera. Mungon mëshira e njeriut, ndaj njeriut, ndaj robit. Ama mëshira Allahut, rahmeti Allahut, asnjëherë nuk mungon nëse robi Allahut është mirënjohës ndaj Allahut. Edhe atëherë kur njeriu nuk është mirënjohës ndaj Allahut, Allahu bën rahmet. Keni pa? Pjesa më e madhe e botës njerëzimit në botë, edhe të kaluarën, edhe të tashmen, edhe të ardhmen do të jetë që nuk e besojnë Allahun. Ma shumë jo. Nuk e njohin Allahun. Edhe disa shka e besojnë
ama apet Allahu bënë rahmet. Edhe a i shka thot jënë dy zotna, edhe a i shka thot Uzejri është biri Allahut, Isa është djali Allahut e tjere, apet Allahu bënë rahmet në ta. Për që ta rahmeti vjen vetëm se prej Allahut azza wa jall. E një lloj të rahmetit dhe mëshirës që ka të bëjë me të mirat e Allahut në dynja dhe në ahiret që përfundojnë xhenetin e Allahut janë të rezervuar vetëm se për disa. Yahtassu bi rahmetihi men yasha. Allahu thot mëshirën e vet, Allahu rahmetin e vet, Allahu azza wa jall ja jep kujt doje. Të nderuar vëllezër besimtarë, jemi mësët nevojshëm për rahmetin e Allahut në ditën e gjykimit, kur do të dalim para madhrisë së Allahut për llogari dhe përgjegjësi. Në atë ditë janë dy lloj ftyrave. Asnjë nuk është as tri nuk janë. Po janë dy lloj ftyrave. Ftyra e bardhë dhe shëndritshme është e besimtarit, Allahu na bëft mundur mu kompityre. Dhe ftyra e zezë e nxime pa besimtarit e gjunaqçarit e mkatrit, Allahu na ruaj prej këtyre. Allahu azza wa jalla thot: "Wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah." Në atë ditë kur do të jenë ftyrat e zbardha, shëndritshme, e gjithë kjo ndodh me rahmetin, me mëshirën e Allahut azza wa jalla. Të nderuar vëllezër besimtarë, fa amma alladhina amanu wa amilu salihat, ata të cilët besojnë Allah dhe veprojnë dhe punojnë, fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmetihi. Allahu i shtin ata njerëz që besojnë dhe punojnë me rahmetin e vet në xhennetin e tij. Allahu na i bëft mundur. Kështu që të nderuar vëllezër besimtarë, erdhi një njeri apo disa njerëz kanë ardhur te pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe i kanë vetë pyetje ndryshme i kanë bëu përveç tjerash. Njëri prej tyre për shembull i ka thënë i dërguari i Allahut: "Nëse unë e fal namazin, agjeroj Ramazanin e jap zeqatin e kryj kët, as nuk i shtoj këto, as nuk i paksoj aty në xhennet." Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka thënë: "Po hyn në xhennet nëse arrin to." Të nderuar vëllezër besimtarë, elhamdulillah Allahu azza wa jalla ka nderuar me namazin për falmi. Elhamdulillah jemi vetëdijsum edhe një grup e njerëzve është e vetëdijsum dhe vjen e fal namazin e xumos. Por të nderuar vëllezër besimtarë, njeriu për me u ngrit në një nivel edhe më të lartë të imanit, të besimit, duhet me i bë dhe me i kry disa veprime shtesë. Kjo nuk është e panjohur dhe e habitshme për nese, nëse një njeri është, apo një rob, një person, një individ është duke e kryer një punë. Kërkohet ai atë punë, atë me ndru me shku në një vend tjetër, por ai nuk është i aftë me kryer atë, çka i bojnë atij njeriu? E çojnë kurs. E çojnë specializim, e çojnë me avancu për një punë me kryer më mirë. Kurset të imanit dhe të besimit edhe ne, vëllezër besimtarë, musliman të nderuar, kemi që robi Allahut këto kurse duhet me i ditë dhe me i mësu, dhe nuk guxon robi Allahut me mjaftu kaq unë po e kryj, por çdo herë duhet me synu më të lartën. Për çdo pejgamberi alayhis salatu wassalam na mëson, na këshillon, thot, kur të luteni për xhennetin, luteni për xhennetul firdausin, për atë më të lartin. Për çdo xhenneti është shkallë, ne duhet ta synojmë shkallën më të lartë. Të nderuar vëllezër besimtarë, pasi që në jetën tonë praktike, njeriu për me kalu prej një punë në punën tjetër, prej një detyre në detyrën tjetër, duhet me u avancu, duhet me i kry kurse e tjera. Edhe ne e kemi fjalën sot në këtë hutbe për një kurs shtesë që kemi mundësi me i fitu 2 diploma për pafajsi, 2 certifikata, 2 të ftesa për pafajsi. E për çfarë pafajsi e kemi të bojmë? Ja pra të nderuar vëllezër besimtarë,
ta ndëgjojmë me vëmendje hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thot: kemi të bëjmë me një hadith të mëshirës, rahmetit, që Allahu azza wa jall zbret rahmet mbi neve, që neve vetëm se vetëm me na ngrit shkallë dhe nivele më të lartë. Kemi të bëjmë me një kurs 40 ditor, që nëse këtë kurs robi Allahu të kryn, i merë 2 diploma, 2 certifikata, 2 dëftesa për pafajsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thot: men salla lillahi 40 yawman fi jama'ati, ai cili për Allah falet me xhamat në xhami 40 ditë rresht pa ndërprer, ai robi Allah, ai besimtar, ai musliman i cili namazet ditore i fal në xhami 40 ditë rresht pa ndërprer, yudriku tekbirat al-ula, emrin tekbirin fillestar, jo mos i ka shkruar reqatin e pa 2, 3, po jo, kur thot imami muezzini e boni kamit, Allahu akbar, imami thot Allahu akbar dhe hyn namaz, ki emrin këtë tekbiratul ula, tekbirin fillestar. Pra ai cili 40 ditë e fal namazin me xhamat në xhami dhe emrin tekbirin fillestar, kutibe lehu beri'atani, Rasulullah thot ati i jipen, ati i lishohen 2 dëftesa, 2 diploma për pafajsi, se ky person është i pafajshëm në një. Bara'atun minan nar, ky person është i pafajshëm prej zjarmit xhenemit dhe nuk e zjarm xhenemit. Allahu na i boft mua. Nderuar vëllezër besimtarë, a nuk është kjo e madhe? Nuk është kjo punë e vogël? Nëse 40 ditë rresht emrin tekbirin fillestar me xhamat në xhami, Allahu azza wa jall të bën të mundur që ti me marrë një dëftes, një diplom prej Allahut azza wa jall, se ti je i liruar prej zjarmit xhenemit dhe ti je i pafajshëm, ti nuk hyn zjarm xhenemit. Punë e madhe. Dhe dëftesa e dytë, bara'atun minan nifaq, ai cili 40 ditë rresht me xhamat në xhami, emrin tekbirin e parë, e merë dëftesën e dytë, se ky është i pafajshëm, ky nuk o dyftësh, ky nuk o munafik, ky nuk o i pabes, ky nuk o tralltar. Të nderuar vëllezër besimtar, këto 2 diploma robi Allahut i fiton pre Allahut subhanahu wa taala, dhe hyn provim, vetë hyn provim, vetë hyn sallën e provimit, vetë e jep provimin, vetë e din se çka ka bu, dhe vetë në përfundim vjen me një rezultat se 40 ditë unë kam qëndru për hir të Allahut, me fitu pafajsin dhe me marrë një diplom për Allahut subhanahu wa taala, se unë jam i pafajshëm dhe nuk hyn zjarm xhenemit, dhe unë jam i pafajshëm dhe jam i pafajshëm dhe unë nuk jam dyftësh, nuk jam munafik, nuk tratoj Allahun, nuk e tratoj pejgamberin e Allahut, pra jam besnik në urdhnat dhe mësimet e Allahut. Kush don me hyn këtë kurs, me vazhdu këtë kurs për 40 ditë, me përfundu, është kursi i hapur për çdo rob Allahut. Allahu na i boft mundën na me kry këtë kurs. Allahu na i boft mundën na me i marrë të diploma, që në ditën e gjykimit dalin para Allahut azza wa jall. Dhe kur gjithë drejtohen për zjarm xhenemit për pabesim, për veprime dhe gjunahe, kur qëtë drejton për zjarm xhenemit për munafikët dyftërsi, ti e ke me vete diplomën. Me lajket e Allahut azza wa jall e prezentojnë ditën e gjykimit. Ky njeri është i pafajshëm, s'ka me shku zjarm xhenemit. Ky njeri është i pafajshëm, nuk ka dyftërsh dhe nuk ka munafik. Ky njeri e ka vendin xhenet. Allahu ne mufti. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه
innahu huwal ghafurur rahim. أجل وأوسع